Qëllimin që ka Partia Socialiste besoj përfshihet në propozimin që bën Partia Socialiste në tryezën e negociatave. Ajo që ne kërkojmë është që dhurata e munguar për Shqipërinë dhe për shqiptarën dhe në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, ne t'i bëjmë statusin e vendit kandidat Shqipërisë dhe shqiptarëve. Besoj që jemi larg emrit tashmë. Unë po flas për një dakordsi, unë po flas për një tryezë të krerëve të partive parlamentare për të zgjidhur 4 çështje themelore që ka Shqipëria. Së pari, dëshiroj që të shpreh trishtimin tim për rrugën e papritur që morën bisedimet me përfaqësuesit e Partisë Socialiste. Ne kishim shkuar në tryezë me mandatin e kryesisë Partisë Demokratike për të negociuar lidhur me zgjedhjen e Presidentit të Republikës, ndërkohë që pala tjetër kishte ardhur në takim me platformën editorialit kryetarit të partisë tyre zotit Edi Rama, e cila është një platformë bllokuese për ta futur në rrugë pa krye procesin dhe për të lidhur të palidhshmet.